Kosova i drejtohet të dielën kutive të votimit për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, ku mbi 1.3 milion qytetar do të zgjedhin kryetarët e ri me 18 komuna të vendit. Këto janë komuna ku asnjëri prej kandidatëve nuk arriti të siguronte mbi 50% të votave në raundin e parë të zgjedhjeve të mbajtura me 12 tetor. Të shtunën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përfundon shpërndarjen e materialeve zgjedhore përfshirë fletvotime që do të përdoren në këtë 18 komuna. Materialet do të transmetohen drejt qendrave të votimit në orët e para të mëngjesit të së dielës, ndërsa KQZ-ja ka njoftuar se të gjitha përgatitjet teknike dhe logjistike janë përmbyllur me sukses. Në këtë raund të dytë, qytetarët do të kenë përpara vetëm një flet votimi me emrat e dy kandidatëve më të votuar nga raundi i parë, po ashtu të drejtë vote, ku dhe qytetarët e diasporës, të cilët votojnë me post, sipas të dhënave të KQZ-s, janë regjistruar mbi 29.000 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, ndërsa procesi i votimit nga jashtë përfundon me 8 nëntor. Në qendër të vëmendjes është Prishtina, ku qytetarët do të vendosin mes kryetarit aktual Përparim Rama në lidhjet demokratike të Kosovës dhe ministrin në detyrë të kulturës Hajrullah Çeku, kandidati i lëvizjes vendvendosje. Një garë po aq e fortë pritet në Mitrovicën e Jugut, ku përballet ministri i bujqësisë Faton Peçi nga vetëvendosje dhe Arjan Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës. Zgjedhja zhvillohet gjithashtu edhe në qytete të mëdha si Pej, Prizren, Gjakov dhe Gjilan, por edhe në komuna më specifike të veçanta etnike si Mamusha me shumicë turke dhe Klokoti me shumicë serbe. Në këtë të fundit, kandidati Srećko Spasić i Partisë Prska Narodna Sloga është tërhequr nga gara për të bashkuar në listën serbe që garanton në balotazh të dielën. Sipas KQZ-s, procesi i numërimit të votave pritet të jetë më i shpejtë dhe më pak i ndërlikuar, pasi çdo flet votimi përmban vetëm 2 emra. Kjo, sipas komisionit, do të mundsojë publikimin më të shpejtë të rezultateve paraprake. Ky raundi i dytë i zgjedhjeve lokale pritet të kenë ndikim tjetër të nivelit vendor. Analistët politik në Prishtinë theksojnë se rezultatet i këtyre zgjedhjeve do të ndikojnë drejt për drejt në klimën politike kombëtare. Në një kohë kur Kosova ende nuk ka formuar një qeveri të re që prej zgjedhjeve të 9 shkurtit, ndërsa vendi pritet të shkojë drejt zgjedhjeve parlamentare në dhjetor.